Kompania italiane e cila zotëron anijen Costa Concordia, që u përplas në brigjet italiane më 13 janar, u ka ofruar pasagjerëve 11.000 euro secilit prej tyre si dëm shpërblim. Marrëveshja vjen pas negociatave mes kompanisë dhe disa grupeve italiane të interesit. Kompania gjithashtu premtoi të dëm shpërblej shpenzimet mjekësore dhe transportin, si dhe kostën e lundrimit, ndërsa ende nuk është përcaktuar se cili do të jetë dëm shpërblimi për familjet e viktimave. Megjithatë, njëri prej grupeve që mbron të drejtat e konsumatorëve i ka kërkuar pasagjerëve që të mos pranojnë marrëveshjen. Ky grupim është i vendosur të ngrejë një padi në Shtetet e Bashkuara, duke kërkuar deri në $160.000 dëm shpërblim për çdo pasagjer. Gjyqi mund të zhvendoset në një gjykatë amerikane pasi Costa Crociere është në pronësi të grupit të madh turistik amerikan US Carnival. Ditën e njëjtë një tjetër trup u zbulua në brendësinë e anijes së fundosur. Bilanci i viktimave të identifikuara ka shkuar në 16, ndërsa 16 persona të tjerë konsiderohen ende të zhdukur.